Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se vini në episodin e radhës të emisionit Zona Tech. Unë jam Elena Lubonja dhe do të jemi së bashku në këtë hapësirë digjitale për të folur jo vetëm për inovacionet më të fundit të kësaj bote teknologjike, por dhe për lajmet e fundit, për historikun si dhe personazhe që ndodhen mbrapa këtyre historive. Unë jam Vasjana Nikolla dhe nëse teknologjia është pasioni yt, atëherë ky është vendi i duhur për të qenë me ne. Jemi sërish së bashku për të vazhduar udhëtimin tonë rreth teknologjisë. Le të vazhdojmë pa humbur kohë me rubrikën Lajmet e javës. Çfarë ka ndodhur këtë javë në botën e teknologjisë? Samsung arrin shitjet rekord fal kamerave të avancuara të Galaxy S25. Në Seul, në korrik të 2025-s, Samsung ka regjistruar shitje me rekord në serinë e Galaxy S25, duke shitur mbi 9.1 milion njësi në vetëm 2 muaj. Ky model S25 Ultra përbën më shumë se gjysmën e këtij suksesi. Ky bum shitjesh lidhet ngushtë me kamerat e tyre të fuqishme, veçanërisht me sensorin 200 megapiksel dhe teknologjinë ProVisual AI Engine, që ofron përmirësim të jashtëzakonshëm të fotove në dritë të ulët dhe zmadhim optik pa humbje cilësie. Ekspertët thonë se kërkesa për cilësi të lartë fotografike po shtyn konsumatorët drejt modeleve premium të Samsung, duke e kthyer kamerën në një nga arsyet kryesore të blerjes. Studiuesit zviceran nga Universiteti i Zyriut në ETH Zyri po zhvillojnë një metodë të re për trajtimin e kancerit, duke përdorur lazer termik me precizion të lartë për të shkatruar qelizat kancerore, pa prekur indet e shëndetshme. Teknika që po testohet te pacientët me melanomen përdor nxehtësi të kontrolluar dhe mund të kombinohet me ilaçe që forcojnë sistemin imunitar. Ajo konsiderohet një alternativë premtuese ndaj kirurgjisë tradicionale. Rezultatet e para janë pozitive dhe mund të sjellin trajtime më të sigurta dhe më pak invazime në të ardhmen. Një kompani aeroplanesh ka nisur përdorimin e inteligjencës artificiale për të caktuar çmimet e personalizuara të biletave, bazuar kështu në sjelljen dhe në profilin e çdo udhëtari. Kjo do të thotë që 2 persona mund të shohin çmime të ndryshme për të njëjtin fluturim. Si qëllim është maksimizimi i fitimit dhe si kritika, ligjvënësit dhe udhëtarët shprehin shqetësim për mungesë transparence dhe pabarazi. Pritet të dalin rreth 4.000 emoji të reja me versionin Unicode 17.0. Këto emoji do të përfshin figura të reja si Bigfoot, orka, tombon e shumë të tjera, dhe do të jenë të disponueshme në pajisjesi iPhone dhe Android gjatë vitit 2026. Një përditësim i madh që sjell shumë opsione të reja në komunikim. Apple publikoi versionin e iOS 26 duke prezantuar kështu veçori të reja dhe përmirësime në performancë dhe për përdoruesit. Do të shkëputemi për një hapësirë të vogël publicitare dhe do të rikthehemi në studio me 2 të ftuar shumë të veçantë. Rikthehemi në studio me 2 të ftuar shumë special. Kemi kënaqësinë dhe nderin e madh të kemi në studio profesor i asociuar Rafail Prodani dhe doktor Redi Buzo. Faleminderit që pranuat ftesën të ishit me ne. Faleminderit. Sot do të flasim për shkencën në shërbim të ushqimit të sigurt. Laboratori për kërkime mbi ushqimin dhe identifikimin e metodave të avancuara të analizës së ushqimit është një projekt i realizuar nga Departamenti Biologjik Kimisë në Fakultetin e Shkencave të Natyrës dhe Shkencave Humane Faustinianoli Korç. Sot në këtë rubrikë do të njohim publikun me investimin, qëllimet dhe rëndësinë e këtij laboratori unik në Shqipëri. Cilat janë drejtimet kryesore të studimit të kërkimit shkencor që ofron Departamenti Biologjik Kimisë? Departamenti Biologjik Kimisë është një departamentet kryesore të Fakultetit të Shkencave Natyrore dhe Humane dhe ka në përbërjen e tij 7 pedagogë, nga të cilët një pedagog është me gradën PhD, 5 pedagogë janë me gradën doktor i shkencave dhe një pedagog është doktorant, është duke mbaruar doktoraturën. Me specializimet dhe eksperiencën mësimdhënie që ka ky departament, ofron programe si të nivelit bachelor dhe master shkencor të nivelit të lartë. Dua të them se ky departament ka marrë pjesë në shumë projekte që lidhen me biologjinë, kiminë, mjedisin, ushqimin, sigurinë ushqimore, biodiversitetin dhe pjesëtarët dhe në këto projekte kanë qenë edhe studentët. Dhe kjo siguron një mësimdhënie dhe kërkim shkencor të nivelit të lartë
në këtë departament. Gjithashtu programet e studimit që mbulon ky departament janë programi bachelor në biologji kimi, i cili përgatit studentë për tregun e punës në fushat e biologjisë, specialistë të lartë në fushat e biologjisë, kimisë, që mund të punojnë në kompani të ndryshme, ushqimore, mjedisore, dhe kompani të tjera që lidhen me biologjinë dhe kiminë. Gjithashtu mund të punojnë në institucione të tjera publike dhe private. Pas përfundimit të programit studimi, studentëve do t'ju japet mundësia për të studuar në programin studimit të ciklit të dytë, master i shkencave ose master profesional, qoftë brenda vendit, qoftë jashtë vendit. Pra, studentët që mbarojnë në këtë program studimi nuk janë destinuar vetëm për mësuesi, por mund të punojnë edhe si specialistë të këtyre fushave në institucione të ndryshme, siç e thash më lart. Por ata mund të vazhdojnë dhe masterin shkencor për mësuesi në biologji dhe kimi që ka departamenti biologji kimisë. Ky master shkencor, përveç përgatitjes të lartë të shkencore, ofron dhe përgatitje në fushat didaktike dhe metodike në lidhje me specialitetet përkatëse. Dhe studentët që mbarojnë këtë master shkencor mund të punojnë si mësues në programin para universitar. Gjithashtu në funksion të këtyre programeve studimit, ky departament ka dhe 3 laborator. Laboratorin e biologjisë, laboratorin e kimisë dhe laboratorin e kërkimit dhe ushqimin, që është laboratori i ri, i krijuar me financim të Akshit, për të cilën do flas dhe profesor Edi në vazhdim. Gjithashtu doja të thoja që tarifat e studimit në këto programe studimi janë minimale. Pra tarifat të përballueshme dhe tarifat të cilat një pjesë e tyre subvencionohen me bursa nga shteti, me bursa sidomos për studentët që ekselentë, po dhe për studentët që kanë nevoja me probleme ekonomike dhe sociale. Për sa i përket, unë të shtoja diçka, sikundër përmendi profesor Rafaili, Departamenti i Biologjisë Kimisë mbulon një gamë të gjerë disiplinash që shkojnë që nga biologjia molekulare, ekologjia, mikrobiologjia dhe të tjera lëndë që lidhen me studimin e mjedisore. Dhe deri tek gjithë gama e studimit kimisë, nga kimit e përgjithshme, analitike, organike, fizike, kështu me radhë. Fokusi ynë si departament është kombinimi i studimit teorik me kërkimin shkencor, i cili sot është shumë i rëndësishëm, dhe kërkimit praktik në laborator modern. Në vitet e fundit, departamenti është fokusuar shumë në kërkime që lidhen me cilësinë e ushqimeve, me bioteknologjinë, me mbrojtjen e mjedisit, si dhe me aplikimet biologjike dhe kimike që sot janë në industri të ndryshme. Dhe ne synojmë që përmes kërkimit shkencor të përgatisim student që jo vetëm të zotërojnë dije, por ata të jenë të aftë edhe të aplikojnë ato në zgjidhjen e problemeve reale që sot lidhen me shëndetin, me ushqimin, por edhe me zhvillimin e qëndrueshëm. Faleminderit. Për sa i përket laboratorit të ushqimit, unë doja të drejtoja një pyetje. Si lindi ideja për ndërtimin e këtij laboratori modern të kërkimeve mbi ushqimin dhe cilat ishin nevojat që ai synon të plotësojë? Dhe për ta bërë pyetjen pak më të thellë, cili është qëllimi kryesor i këtij laboratori dhe çfarë bën atë të veçantë në nivel kombëtar? Ideja për ndërtimin e laboratorit për kërkime mbi ushqimin dhe identifikimin e metodave të avancuara të analizës kimike lindi si një analizë e qartë e nevojave që dolën nga një lloj investigimi që u realizua në rajonin e Korçës, por edhe më gjerë, pasi dihet që industria agro-ushqimore e rajonit Korçës është një ndër më të zhvilluarat në vend. Deri tani mungonte një laborator shkencor universitar që të ofronte analizat avancuara për cilësinë dhe sigurinë ushqimore dhe falë mbështetjes që ofroi Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit Akshi, u sigurua financimi prej 15 milion lekësh të rinj, gjë që bëri të ndërtohet një laborator me një infrastrukturë moderne dhe që do të përdoret si për kërkime shkencore, por ashtu edhe për analiza profesionale. Qëllimi i laboratorit është të ndërthurë kërkimi shkencor me praktikën, si dhe të ofrojë mbështetje për industrinë ushqimore dhe të nxjisë zhvillimin rajonal të vendit. E veçanta e këtij është në faktin se është i pari laborator universitar i këtij niveli në Shqipëri dhe që kombinon analizat kimike, mikrobiologjike dhe bioteknologjike në një platformë të vetme shkencore. Shumë interesante. Cilat janë drejtimet kryesore të kërkimeve që do të zhvillohen në këtë laborator?
Nëse mund të na përshkruani edhe disa nga pajisjet kryesore të laboratorit dhe rolin e tyre në analizë. Po, patjetër, fokusi i këtij laboratori do të jetë në identifikimin e përbërësve ushqimor që lidhen me përmbajtjen proteinike të karbohidrateve, të yndyrnave apo edhe të kriprave minerale që ato zotërojnë. Do të jetë në studimin e kontaminantëve të mundshëm që ai mund të posedojë, siç janë mbetjet metalike, mbetjet e pesticideve, të antibiotikëve apo edhe të mykotoksinave që prodhohen nga përmbajtjet e ndryshme bakteriale, si dhe nga për studimin e mikroorganizmave pathogen, siç janë Escherichia coli apo edhe Listeria, e cila është përmendur së fundi shumë edhe në produktet ndërkombëtare që hyn në Shqipëri, si rasti i djathtit francez që është një kazus sot në sigurinë ushqimore europiane, në rrjetet e alarmit të EFSA-s, dhe në analizën e antioksidantëve të ndryshëm që përdoren sot në ushqime, të cilët shpeshherë përdoren pa kriter dhe shërbejnë një potencial shumë i rrezikshëm për shëndetin e konsumatorit. Laboratori është i pajisur me një sër pajisjesh moderne të fjalës së fundit, që lidhe me përmbajtjen e spektrofotometrisë, pra kemi spektrofotometra shumë modern, UV-vis të gjithë spektrit. Kemi gaz kromatografi, kemi gaz kromatograf që shërben për ndarjen e përbërjeve organike, të cilat mund të jenë të mundshme dhe potenciale në ushqime dhe pastaj ne kemi mundësi që të identifikojmë. Kemi instaluar absorber atomik ose spektrometria atomike, e cila është e aftë që të identifikojë metale të ndryshme, përbërje të tjera inorganike që mund të ndodhen në ushqime dhe që mund të përbëjnë një potencial rreziku për shëndetin e konsumatorit, si edhe inkubator për analiza mikrobiologjike, sisteme të avancuar për përpunimin e mostrave, kështu me radhë. Kjo infrastrukturë e lejon departamentin që të kryejë sot analiza që deri dje nuk ishin të mundura dhe që sot të realizojnë vetëm tek laboratori i referencës që është i SUVI dhe në laborator ndërkombëtar. Si do të ndihmojë ky laborator në garantimin dhe sigurisë ushqimore dhe si janë përfshirë studentët në këtë projekt dhe në veprimtarinë e laboratorit? Një karakteristikë e Departamentit Biologjik Kimisë është në pjesën më të madhe të projekteve që ka përfshirë dhe shumë studentë. Dhe kjo do ndihmojë studentët qoftë në ngritjen e tyre profesionale, po dhe në përgatitjen e temave, të diplomave, detyrave të kursit, pra për ngritjen e nivelit shkencor të mësimdhënies në një nivel më të lartë. Gjithashtu, ky laborator do shërbejë edhe për shërbimin ndaj të tretëve, i cili është një mision shumë i rëndësishëm i universitetit. Dhe presim me bashkëpunimin që mund të kemi me Polin e Dijes, që të krijojmë mjedise vërtet bashkëkohore dhe shërbime të rëndësishme për rajonin tonë dhe më gjerë. Ky laborator mendohet që të jetë një pikë referimi për kontrollin shkencor të ushqimit në nivel lokal, por edhe kombëtar, pra dhe më gjerë se sa rajonal. Përmes analizave të avancuar, ne mund të identifikojmë kontaminantë të cilët janë të padukshëm në ushqime, si mbetje kimike apo mikroorganizma patogjen, përpara se ata të arrijnë te konsumatori dhe në këtë mënyrë sigurohet që produktet që dalin treg të jenë të sigurta për shëndetin publik. Ndërkaq studentët mendojnë që të jenë pjesë aktive e projektit që në fazën e parë, kështu ata do të marrin pjesë në proceset laboratorike, në marrjen e mostrave, në përpunimin e të dhënave laboratorike, si edhe në prezantimin e këtyre arritjeve apo gjetjeve në konferenca të ndryshme shkencore, kombëtare dhe edhe më gjerë. Dhe kjo përfshirje do t'i ndihmojë ata që të përfitojnë një ori praktike dhe i bën më të përgatitur për tregun e punës dhe veçanërisht në sektorin e analizës ushqimeve dhe në zhvillime të tjera bioteknologjike. A është i hapur laboratori për bashkëpunim me biznes apo institucione që janë jashtë universitetit dhe cili është ndikimi i afat gjatë i këtij laboratori për rajonin e Korçës? Për bashkëpunim me biznese dhe institucione të tjera rajonale, po dhe më gjerë, pranë Fakultetit të Shkencave Natyrore dhe Humane është ngritur bordi këshillimor. Ky bord ka në përbërjen e tij drejtues të institucioneve të ndryshme rajonale, kompani të ndryshme që lidhen me fushën e ushqimit, po dhe me fushat e teknologjisë të informacionit dhe komunikimit, me mjekësinë dhe kështu me radhë. Dhe një nga qëllimet që për ngritjen e tij bordi këshillimor ka të bëjë edhe me parafrimin e programeve të studimit që kemi në Fakultetin e Shkencave Natyrore dhe Humane me kërkesat e tregut.
Gjithashtu do na ndihmojë edhe për kryerjen e praktikave të studentëve, por do na ndihmojë edhe në aktivitete të ndryshme të përbashkëta, qoftë konferenca shkencore, kombëtare dhe ndërkombëtare. Qysh në fillimet e veta kur u aplikuam për këtë projekt, tek Akshi, kjo ishte edhe filozofia që ky laborator të ndërtojë në, bazuar tek një bashkëpunim i hapur. Dhe ai do të ofrojë në një të ardhme të afërt, pasi ne kemi në plan që shumë shpejt të bëjmë akreditimin e këtij laboratori, pasi të kalojë në fazën e vet paraprake të kolaudimit. Dhe në të ardhme të afërt ai të ofrojë bizneseve të rajonit analiza për vlerësimin e cilësisë, si dhe certifikimin e produkteve ushqimore që ata sot tregtojnë dhe prodhojnë. Dhe në këtë mënyrë universiteti bëhet një partner i drejt për drejt i sektorit privat, duke ndihmuar në rritjen e besueshmërisë dhe të konkurrueshmërisë së produkteve shqiptare rajonale në tregjet kombëtare, por edhe më gjerë në tregjet ndërkombëtare. Ndikimi afatgjatë mendohet që të jetë shumë planësh, pasi mendohet që të ndihmojë dukshëm në përmirësimin e standardeve të prodhimit ushqimor, në rritjen e ndërgjegjësimit për sigurinë ushqimore, në zhvillimin ekonomik lokal, si dhe në përgatitjen e specialistëve të kualifikuar për rajonin. Në të njëjtën kohë, laboratorin mund ta përdorin dhe do ta përdorin bazuar edhe tek marrëveshjet e bashkëpunimit edhe aktorë të tjerë dhe institucione shtetërore, siç është autoritetet e kontrollit të ushqimit, apo edhe ato të mjedisit, si dhe për qëllime inspektimi apo edhe verifikimi shkencor, dhe nga ana tjetër mund të shërbejë pastaj si një model edhe për përmirësimin e legjislacionit kombëtar për rritjen e sigurisë ushqimore. Gjithashtu ne kemi menduar dhe kemi aplikuar për një projekt si projekti DE në Brish Bajrit në lidhje me gjurmëshmërinë, e cila do krijojë një sistem për monitorimin e produkteve agro-ushqimore, që nga fermeri dhe në konsumatori. Dhe këtu si themi zemra e këtij projekti do jetë ky laborator. Por dhe laborator të tjerë që ka fakulteti tonë, siç është laboratori i data centerit, i cili do ndihmojë për përpunimin e të dhënave, laboratori IoT dhe elektronikës dhe telekomunikacionit, i cili mund ndihmojë në fazën e monitorimit të prodhimit të produkteve, transportit, frigoriferëve, ruajtjes të produkteve, dhe gjithashtu do ndihmojë do përdorim edhe një sistem, një program të integruar, i cili do përpunojë të dhënat dhe në fund do nxjerrë për secilin produkt një QR kod ose një kod, një barkod, që çdo konsumator të informohet me anë të smartphone-it, të lexojë kodin dhe të informohet për të gjitha ecurinë e produktit, që si është prodhuar, plerat kimike që janë përdorur dhe rrugën që ka ndjekur deri në destinacion. Dhe kjo ndihmon shumë për cilësinë ushqimore, për sigurinë dhe për transparencën. Cilat janë planet për programet e reja studimi dhe çfarë synohet me to? Duke parë zhvillimet e ndryshme teknologjike që po ndjekin dhe duke parë nevojat e tregut, ne mendojmë të ndërtojmë programe studimi që përfshin biologjinë, kiminë dhe teknologjitë e informacionit dhe komunikimit dhe inteligjencën artificiale. Prandaj po mendojmë për një program studimi të ri bachelor në fushën e bioteknologjisë dhe inteligjencës artificiale, që do krijojë specialistë që kenë bagazh qoftë në këto fusha të biologjisë kimisë, por edhe në fushën e teknologjisë. Pra të dinë të aplikojnë teknologjitë e fundit për nevojat në specialitetet e biologjisë dhe kimisë. Stafi i departamentit sot është shumë i specializuar, ka krijuar përvojën e dur dhe ka menduar që përtej atij formimit bachelor, domethënë të niveli bazë në shkencat e natyrës, biologji dhe kimi, të kaloj në aplikimin e këtyre shkencave dhe kështu ka në fazë studimi një program të ri, bachelor, me titull Inxhinieri Bioteknologjike dhe Sisteme Inteligjente. Ky program synon të përgatisë specialistë të cilët të ndërthurin dijet biologjike dhe kimike me teknologjinë moderne, si dhe me inteligjencën artificiale, me automatizimin dhe me analizën e të dhënave, e cila është edhe e ardhmja e shoqërisë kudo në botë. Kështu studentët do të kenë mundësi që nëpërmjet këtyre programeve që ne mendojmë ti propozojmë,
të përdorin sistemit inteligjente tani më për kontrollin e cilësisë së ushqimeve, si dhe proceset bioteknologjike dhe mbrojtjes së mjedisit në mënyrë të automatizuar. Dhe përmes këtij programi, nga ana tjetër Universiteti i Korçës synon që të bëhet një pioner në edukimin bioteknologjik në Shqipëri dhe të ofrojë kuadro që t'i përgjigjen nevojat e industrisë së sotme dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Cili është mesazhi juaj për të rinë gjimnazistët, studentët dhe publikun që na ndjek? Me laboratorët modern, me projektet që është përfshirë fakulteti, si dhe me program bashkëkohore që po përpiqemi të ndërtojmë, ne ofrojmë një horizont të ri për studentët, jo vetëm për të studuar dhe krijuar, por edhe për të punuar në rajonin e Korçës. Dhe dal nga dalë, Universiteti Fansenolik i Korçës po kthehet një pol kërkimi dhe inovacioni, jo vetëm për rajonin ton, por dhe më gjerë. Mesazhi ynë është i thjeshtë, por është i fuqishëm. Shkenca është e vetmja që të çon drejt së ardhmes, është e vetmja rrugë e sigurt. Dhe Universiteti Fanoli po krijon tani më kushte të përshtatshme për të rinjtë e Korçës, pra për të rinjtë e rajonit, por edhe më gjerë dhe për në rang kombëtar, që mos të largohen për të gjetur studime të denja për veten e tyre jashtë vendit, por ato t'i gjejnë këtu në universitetin e tyre. Faleminderit. Dhe ne u themi të rinjve që zgjidhni fusha që kanë një ndikim prioritar në jetën e përditshme, siç janë bioteknologjia, ushqimi, mjedisi dhe shëndeti. Dhe vetë laboratori ynë është një dëshmi e gjallë se në Shqipëri mund të bëhet një shkencë e vërtetë, mund të bëhet kërkim serioz dhe inovacion që i shërben shoqërisë. Dhe ne i bëjmë të gjithë thirrjet e gjithë të rinjve që të bëhen pjesë e këtij transformimi shkencor që po ndodh në Universitetin e Korçës dhe specifikisht të aplikojnë në drejtimet e studimit që ofron Departamenti Biologjik Kimisë. Pra është një laborator që bashkon shkencën me zhvillimin nga Universiteti Fansinolik në Korçë dhe dia po bëhet shërbim për komunitetin dhe garanci për cilësinë e ushqimit që konsumojmë. Ju shumë faleminderit përsëri që pranuat ftesën të ishit këtu me ne. Është koha të shkëputemi për një hapësirë të vogël publicitare dhe rikthehemi në studio. Faleminderit juve. Faleminderit. Çdo teknologji e re vjen me një të kaluar dhe pikërisht këtë të kaluar ne duam ta ndajmë me ju për të sjellë të ardhmen. Sot do të flasim për një temë që ka prekur në çdo aspekt të jetës tonë moderne, kompjuterët. Nga një ide e thjeshtë për të llogaritur më shpejt deri tek makineritë e sotme që të mësojnë vetë dhe analizojnë miliarda të dhëna. Udhëtimi i kompjuterëve është një histori magjepës inovacioni, dështimesh, suksesesh dhe ndryshimesh teknologjike. Nëse e mendojmë mirë, historia e kompjuterit nuk ka filluar me ekranet apo me elektricitetin. Ajo ka filluar shumë më herët dhe pikërisht rreth 4000 vite më parë. Ndoshta edhe më shumë se 4000 vite më parë, kur njerëzit përdornin abakun në Mesopotami dhe në Kinë. Abaku ishte një mjet i thjeshtë me ruaza, të cilat lëviznin pitela dhe përdoreshin për llogaritje bazike. Një mënyrë ishte kjo për të ndihmuar tregtarët dhe kontabilistët e lashtë që të përballonin detyrat e përditshme. Shekull më vonë, në shekullin e 17, u bën përpjekje të para serioze për të krijuar makina llogaritëse. Blaise Pascal, një matematikan francez, shpiku një pajisje që quhej Pascalin, një makinë mekanike që mund të kryente mbledhje dhe zbritje. Pak më pas, Gottfried Wilhelm Leibniz zhvilloi një version më të avancuar që mund të shumëzonte dhe të pjestonte. Edhe pse shumë të thjeshta për sot, këto shpikje ishin fillesa të rëndësishme drejt automatizimit të mendimit logjik. Një nga momentet më interesante të historisë ndodhi në shekullin e 19, ku Charles Babbage krijoi atë çfarë quhej makina analitike. Kjo ishte në thelb ideja e parë e një kompjuteri të përgjithshëm me një njësi për përpunimin e të dhënave, memorie dhe aftësinë për të ekzekutuar programe të ndryshme. Edhe pse makina nuk u ndortua kur plotësisht për shkak të kufizimeve teknologjike të kohës, koncepti i Babbage ishte një pararendës i drejt për drejt i kompjuterit modern. Një emër tjetër që duhet përmendur është Ada Lovelace, matematikania që bashkëpunoi pikërisht me Babbage. Ajo shkroi shkrimet e detajuara për funksionimin e makinës, duke përfshirë kështu një algoritëm për llogaritjen. Ajo njihet sot si programuesja e parë në histori.
Në shekullin e 20, sidomos gjatë luftës dhe pas luftës së dytë botërore, kompjuterët filluan të marrin formë reale. Alan Turing, një tjetër figurë ikonike, hodhi bazat teorike të asaj që më vonë do të quajë makina Turing, një model abstrakt që përshkruan mënyrën se si mund të funksionojë një kompjuter universal. Ai gjithashtu luajti një rol kyç në deshifrimin e mesazheve gjermane të koduara me enigma, duke ndihmuar në përshpejtimin e përfundimit të luftës. Ishte pikërisht kjo periudhë që solli dhe krijimin e makinave të para elektronike për llogaritje. Në vitin 1945, në SBA u krijua ENIAC, që ishte kompjuteri i parë elektronik i përgjithshëm, që ishte një makineri gjigande që mund të zinte vend sa një sallë të tërë dhe konsumonte një sasi shumë të madhe energjie. Megjithatë, ai mund të kryente miliona operacione dhe veprime në sekond. Diçka kjo që ishte tejet e paimagjinueshme për kohën. Por pas tij erdhi UNIVAC, që ishte kompjuteri i parë që u përdor për qëllime civile dhe tregtare. Kështu filloi një epokë e re, ku kompjuterët nuk ishin më thjesht makina ushtarake, por shërbenin dhe si mjete për biznesin dhe shkencën. Në vitet 50 dhe 60, teknologjia bëri një hap tjetër të rëndësishëm me shpikjen e transistorit, që zvendësoi tubat vakum dhe bëri të mundur ndërtimin e kompjuterëve më të vegjël, më të shpejt dhe më të qëndrueshëm. Kjo çoi në zhvillimin e kompjuterëve mainframe, të përdorur nga korporatat dhe qeverit për analiza të mëdha të dhënave. Më pas, në vitin 1971, kompania Intel krijoi mikroprocesorin e parë, Intel 4004. Ai ishte aq i vogël sa mund të futej në pëllëm të dorës, por ishte aq i fuqishëm sa të kryente miliona instruksione në sekond. Ishte ky komponent që hapi derën për kompjuteret personal, dhe kështu hyn në skenë dy figurat, të cilat do të bëheshin legjenda, Steve Jobs dhe Steve Wozniak. Ata ndërtuan Apple I dhe më vonë gjithashtu edhe Apple II, i cili ishte një kompjuter i thjeshtë por praktik që e bënte teknologjinë të qasshme për publikun e gjerë. Gjatë viteve 80 dhe 90, tregu i kompjutereve personal shpërtheu. Microsoft u bë giganti që njohim sot fal sistemit operativ MS-DOS dhe më vonë Windows. IBM krijoi një standard për PC dhe Apple doli me kompjuterin Macintosh që kishte një ndërfaqe grafike shumë më miqësore. Kompjuterët tashmë ishin pjesë e shkollave, shtëpive dhe zyrave. Por revolucioni më i madh ndodhi në vitet 90 me krijimin e internetit. Në vitet 90, pikërisht bota filloi që të lidhej, fillimisht me e-mailet dhe më pas me World Wide Web, që e bëri të mundur qasjen e informacioneve në një mënyrë krejtësisht të re. U krijuan shfletuesi Netscape dhe më pas Internet Explorer dhe kështu bota ndryshoi. Tashmë nuk ishte më vetëm çështje llogaritjesh apo dokumentesh, por kompjuterët i bën dritaret tona drejt botës. Sot kompjuterët janë më të fuqishëm se kur. Ata janë kudo, në formën e laptopëve, telefonave të ndryshëm, orëve inteligjente dhe pajisjeve të lidhura me cloud. Por gjithashtu kanë filluar të mësojnë me ndihmën e inteligjencës artificiale. Makineritë mund të analizojnë të dhëna, të mësojnë modele sjelljesh dhe madje të krijojnë, siç po ndodh me programet që shkruajnë tekste, gjenerojnë imazhe apo bëjnë diagnostikime mjekësore. Por pyetja e madhe që qëndron në sfondin e gjithë kësaj është se çfarë do të sjellë ardhmja. Kompjuteret kuantik janë tashmë në zhvillim dhe premtojnë një fuqi përpunimi maramendës. Një ditë ata do të mund të zgjidhin probleme që kompjuteret e sotëm nuk mund as edhe të imagjinojnë, por me këtë fuqi vijnë edhe disa sfida të mëdha, etike, sociale dhe teknologjike. A do të mund ne t'i kontrollojmë kompjuterët, apo do të fillojnë ata të ndikojnë te vendimet tona pa e kuptuar? Mund të themi se historia e kompjuterit është një histori njerëzore, një përpjekje e vazhdueshme për të kaluar kufit e mendjes dhe aftësive tona. Nga mjetet e thjeshta si abaku deri tek sistemet inteligjente që flasin dhe mësojnë prej nesh, kompjuteret janë bërë pasqyra e zhvillimit ton. Dhe kjo histori pavarësisht se sa larg ka shkuar, sapo kemi filluar. Shkëputemi përsëri për një hapësirë të vogël publicitare dhe do të rikthehemi në studio me rubrikën e radhës. Teknologjia nuk ka vetëm anën serioze.
Ajo është gjithashtu e mbushur plot me fakte interesante, shpikje të pazakonta dhe momente që ndonjëherë duken si të dala nga një film fantastiko shkencor. Është një mënyrë argëtuese dhe ndriçuese për të parë anën më të çuditshme dhe kreative të botës digjitale. Dhe pa humbur kohë, filloj me kuriozitetin e parë që kemi sjellë sot për ju. Një grua diku ja preu aksidentalisht internetin 2 vendeve. Në vitin 2011, një grua 75 vjeçare në Gjeorgji po kërkonte bakër kur aksidentalisht preu një kabllo që shkonte në Armeni, Gjeorgji dhe Armenia pranë pjesë të madhe të ndërprerjeve. A e dini t'ju se ne gjithmonë jetojmë në të kaluarën. Çdo gjë që po përjetojmë tani ka ndodhur në të vërtetë 80 milisekonda më parë. Një studim i kryer nga Dr. David Eagleman në Kolegjin e Mjekësisë Baylor zbuloi se vetdia jon mbetet 80 milisekonda mbrapa ngjarjeve reale. Mark Zuckerberg, themeluesi Facebook, është daltonist i kuq jeshil. Mark Zuckerberg është daltonist i kuq jeshil, që do të thotë se ngjyra që ai mund të dallojë më shumë është bluja. Kjo është arsyeja pse ngjyra blu dominon faqen e internetit të Facebookut dhe aplikacionit celular. Twitter, Wikipedia dhe AOL u bllokuan të gjitha në orën 3:15 mbasdite pas vdekjes së Michael Jackson. Fillimisht Google besoi se miliona kërkesa nënkuptonin se motori i tyre i kërkimit ishte në një sulm kibernetik dhe bllokoi kërkimet që lidheshin me Michael Jackson për 30 minuta. Twitter raportoi një bllokim, ashtu si dhe Wikipedia në orën 3:15 pasdite. AOL Instant Messenger u bllokua për rreth 40 minuta. A i dini se Samsungu ka qenë më përpara një dyqan ushqimor? Gjiganti i njohur i telefonave inteligjent dhe elektronikës filloi një dyqan ushqimor në mars të vitit 1938. Në vitet 1960, Samsung hyri në industrinë e elektronikës. Posta spam u emërua sipas mishit të konservuar spam. Në një episod të serialit Flying Circus që transmetohej në vitet 70, klientët janë ulur në një restorant duke pyetur për artikujt e menus së ditës. Megjithatë, duket se çdo pjatë përfshin të paktën pak mish spam. Sa më shumë pyesin, aq më shumë mish spam shfaqej në secilën pjatë. Në fund të skeçit, një pjatë që më parë përmbante ushqime të ndryshme, më vonë përbëhej vetëm nga mishi spam. Me fjalë të tjera, ky mish po pushtonte menun, ashtu siç mesazhet e spamit mund të pushtojnë një kuti postare elektronike në ditët e sotme. YouTube u krijua si një faqe takimesh. YouTube.com u regjistrua në 14 shkurt të vitit 2005, dita e Shën Valentinit, me qëllim që të ishte një faqe takimesh me video. U krijua si një mënyrë që njerëzit të ngarkonin video të vetes duke folur për partnerit e ëndrave të tyre. Pas një kohe, kur askush nuk po ngarkonte videot e tyre, YouTube ndryshoi për të lejuar ngarkimin e çfarëdo lloj videoje. A e dinit se mausi i parë i kompjuterit ishte drejt këndor dhe i bërë prej drurit? U shpik nga Douglas Engelbart në vitin 1964 dhe ky maus përbëhej nga 1 ose 2 rrota për të përkthyer lëvizjen në lëvizje në ekran. Virusi i parë kompjuterik u zhvillua në vitin 1971 i quajtur Creeper. U krijua si një eksperiment për të parë se si mund të përhapej midis kompjuterave. Nuk kishte asnjë qëllim dashakeq përveç se të shfaqte mesazhin: "Unë jam krijesa, më kap nëse mundesh." Me çdo kompjuter të ri të infektuar, Creeper do të përpiqej të largohej nga strehuesi i mëparshëm. Regjistrimi i emrave të domenëve ishte falas deri në vitin 1995. Askush nuk e dinte se me të vërtetë çfarë aftësish kishte interneti në atë kohë. Ishte në vitin 1995 ku një kompani e quajtur Network Solutions ju dha e drejta për të kërkuar njerëzve tarifa për emrat e domenëve. Kostot e regjistrimit fillonin nga $100 për 2 vjet. Me këtë mbyllim dhe emisionin e sotëm për Zona Tech. Shpresojmë që të jeni kënaqur me ne dhe të keni mësuar sadopak për botën e teknologjisë. Faleminderit që ndat kohën tuaj me ne. Deri në episodin tjetër, mos harroni të eksploroni teknologjinë.